Për Muzeun e Dëshmisë dhe Kujtesës, viti 2025 mund të cilësohet pozitiv sa i takon vizitueshmërisë nga ana e turistëve vendas dhe huaj. Bie në sy fakti se këtë vit muzeun e kanë vizituar më shumë grupe të organizuara nga shumë vende të botës. Për sa i përket turistave që kanë vizituar qoftë gjatë sezonit turistik, por edhe një periudhë tjetër të mëvonshme pas mbylljes së sezonit turistik, ka qenë një vizitueshmëri mjaft e kënaqshme, ku ne kemi pas një shënim rritje të numrit të turistave me grupe gjatë sezonit të verës, veçohen këto grupet polake, por kemi pasur gjithashtu edhe turistë individual nga rajone të ndryshme të Evropës, si pjesa perëndimore, pjesa qendrore, jugore e tjerë. Ndërkohë, gjatë këtij viti në këtë muze u zhvilluan edhe disa aktivitete të rëndësishme historike dhe kulturore. Ne kemi filluar vitin 2025 me 2 ekspozita historike tepër të mira që kanë ngjall një interes tepër të madh tek publiku. E kemi filluar me ekspozitën Letra nga Ferri. Kemi pasur gjithashtu një ekspozit tjetër në bashkëpunim me Institutin për studimin e pasojave dhe të krimeve të komunizmit, një ekspozite titulluar Persekutimi i firmëtarëve dhe i personaliteteve të ndritura shqiptare që kanë marrë pjesë në Kongresin e Manastirit. Kemi pasur pastaj një ekspozit fotografike të titulluar Udhëtime të paparashikuara jetë, dhe po kështu e kemi përmbyll vitin 2025 me një ekspozit që akoma vazhdon të jetë e çastshme, mund të jetë e çastshme për publikun deri me datën 10 janar, kushtuar figurës disidente të Martin Camajt. Ka dhe një ngjarje tjetër mjaft interesante që është shënju këtë vit në muzeumin tonë, që është vizita e 2 presidentëve të shteteve shqiptar me një diferencë kohore pothuajse njavore. Në guidën turistike të qytetit të Shkodrës, Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës mbetet ndër më të rëndësishmet i ndërtuar në mjediset e ish-degës së punëve të brendshme. Ky muze është unikal në Shqipëri dhe pjesë e identitetit të qytetit më të përsekutuar gjatë viteve të komunizmit.